Ka një betejë të ligë ndaj protestave pro liderëve të UÇK-s në Hag, e ushqyer si nga Albin Kurti në Kosovë, ashtu edhe nga Sali Berisha në Tiranë, të cilët akuzojnë Edi Ramën dhe Hashim Thaqin se kanë themeluar vetë gjykatën speciale. Madje Albin Kurti ka ndërtuar edhe një serial në stilin Netflix, duke treguar skena me helikopter të Edi Ramës në Prishtinë, që sipas tij urdhëronte deputetët të votonin gjykatën speciale. E gjithë kjo është e përdorur si një justifikim penal për të mos mbështetur betejën e tyre për drejtësi. Beteja për drejtësi për udhëheqësit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës nuk bëhet vetëm me protesta, megjithëse edhe ato kanë vlerën e tyre. Çdo kush mund ta bëjë këtë në mënyrën e vet. Edi Rama e ka shprehur mbështetjen e tij duke shkuar personalisht i takojë në Hag. Ka bërë përpjekje për të krijuar solidaritet financiar për grupin e avokatëve të tyre. Ka bërë deklarata politike në Strasburg në mbështetje të tyre e të tjera. Albin Kurti i ka pasur të gjitha këto mundësi, por të paktën një mundësi njerëzore do ta kishte pasur: të mos dëmtonte procesin e tyre në Hag në mënyrë bizarre, duke çuar raporte nga Ministria e Drejtësisë për rrezikun e lirimit të tyre nga burgu, ndërkohë që nuk ka kontribuar financiarisht për përballimin e gjyqit, natyrisht shumë të shtrenjtë. Sa i përket justifikimit banal se Edi Rama dhe Hashim Thaçi kanë themeluar gjykatën speciale dhe Albin Kurti nuk e ka votuar atë, kjo tregon se në krye të shtetit Kosovës ndodhet një populist që mendon se refuzimi i drejtësisë është merit politike. Hashim Thaçi ka treguar trimëri duke pranuar dhe mbështetur ndërtimin e gjykatës speciale. Nuk di nëse Edi Rama ka shkuar me helikopter, avion apo vetur në Prishtinë për këtë punë, por si kryeministër i Shqipërisë, ai kishte detyrë ta mbështeste krijimin e gjykatës speciale, e cila kishte për qëllim, sipas aleatëve perëndimor të Kosovës, të hiqte një herë e mirë njollën e trafikimit të organeve, të shpikur nga Dik Marti për llogari të Serbisë. Ndërtimi i asaj gjykate ishte një domosdoshmëri që Kosova të kalonte testin e një shteti serioz dhe të mos mbetej një projekt i papërfunduar populistësh dhe luftëtarësh. Madje unë mendoj se Hashim Thaçi ka treguar më shumë trimëri, duke pranuar dhe mbështetur ndërtimin e gjykatës speciale, sesa duke qenë një nga udhëheqësit politik më të rëndësishëm të UÇK-s. Fakti që vetë ai dhe shokët e tij janë tashmë viktima të një procesi të gjatë, të padrejtë dhe të ngarkuar me dëshmi të rreme serbe, nuk e turpëron atë. Përkundrazi, e nderon më shumë, duke i dhënë mundësinë të bëjë sakrificën e dytë për Kosovën në jetën e tij. Albin Kurti, që iku betejës së parë, asaj për liri në Kosovë, tani mburret se i ka ikur edhe betejës së dytë, asaj për drejtësi ndërkombëtare. Kjo e bën atë 2 herë dezertor të Kosovës, por jo 2 herë fitimitar. Gjykata ende nuk ka përfunduar, dhe ne nuk e dim çfarë vendimi do të marrë ajo për luftëtarët e Kosovës. Dim vetëm se hetimi ka qenë një proces i përcipët, i manipuluar dhe ndoshta edhe i sponsorizuar nga qarqe serbe. Ai ka qenë një proces poshtërues për shqiptarët, por në fundit është proces hetimor. Gjykata është ajo që vendos, dhe ajo ende nuk ka folur. Nuk mund ta paragjykojmë atë. Kur gjyqit mbarojnë në pranverën që vjen, ne do të jemi në gjendje të kuptojmë më qartë nëse udhëheqësit e UÇK-s e nderuan apo e turpëruan Kosovën në këtë proces. Në të gjitha rastet, pavarësisht vendimit, ata i kanë bërë Kosovës një shërbim, qoftë si viktimat mundshme të këtij gjyqi, qoftë si fitimtarët e tij. Ata i kanë shërbyer Kosovës duke pranuar këtë sfidë dhe duke përballuar atë me dinjitet. Ndërsa ata që ngazëllehen që ikën kësaj betejë dhe që përgjonin dikë për çfarë kishte bërë 10 vjet më parë, janë thjesht ata që kanë dështuar të hynë në historinë e Kosovës dhe po përpiqen të mbahen në kujtesë vetëm për faktin që kanë arritur të marrin pushtet në Kosovë. Kosova në pushtet ka pas edhe Rahman Morina, por ai nuk i ka shërbyer kur Kosovës.